Përshëndetje, të nderuar këshilltar, i nderuar zëvendës kryetar, të nderuar të pranishëm. Deklaroj të hapur këtë mbledhje të radhës. Në këtë mbledhje, siç jeni vënë në dieni dhe nëpërmjet emailit të dërguar nga sekretaria, do të shqyrtojmë dhe miratojmë projekt vendimet propozuara nga kryetarja e Bashkisë dhe nga Komisioni i Mandateve. Ftoj sekretaren të bëj apelin. Përshëndetje, fillojmë. Ardian Muka, Edira Shemsi, Luan Nezha, Fondiana Kuqe, Nurtan Budia, Manjola Luku, Ermaj Brahovi, Julieta Ngota, Arlin Boshku, Arjeta Keqi, Vedar Brizreni, Anisa Ibre, Erzen Laci, Roland Gjelilaj, Ana Dhamo, Ani Ljunishi, Gjilola Doqi, Munir Konesha, Alfred Mugaraj, Jonada Mamo, Rugen Zata, Elisabeta Makaj, Erdis Begdeshi, Suada Quri, Denis Lika, Alketa Ngjeqi, Ilir Paja, Clementina Meqi, Lesh Quni, Anila Kapedani, Frans Stradaj, Nurie Gjoni, Ekoran Markola, Ilvana Gasti, Aldo Qelaj, Denis Alvarasi, Dorian Isaj, Marsida Feshti, Dritara Fipi, Rënjada Musaraj, Periana Kotri, Rad Dalipi, Riana Gjineci, Renald Koka, Lukura Kasa, Jonus Mishketa, Edira Devoli, Sami Osmani, Verina Reqi, Samet Bata, Florian Taljeri. 37 këshilltar në sallë. Faleminderit Dori. Me që kurumi është i pranishëm, vazhdojmë me mbledhjen. Sot në orën të ditës kemi 12 pika, po kaloj në leximin e tyre. Pika 1, për miratimin e kërkesës për transferimin përfundimtar të pronës me emërtimin Vareza, Bashkia Durrës, Njësia Administrative Rashbull. Pika 2, për miratimin e kërkesës për transferimin përfundimtar të pronave të paluajtshme shtetërore tek Bashkia Durrës për Njësinë Administrative Manës. Për miratimin e kërkesës për transferimin përfundimtar të pronës me emërtimin Vareza, Bashkia Durrës, Njësia Administrative Katun Diri. Pika 4, për disa ndryshime në vendimet të Këshillit Bashkiak për sa i përket listave të përfituesve banor në banesat individuale të cilët kanë përfituar nga programi procesit të rindërtimit të zonës së re për zhvillim, Njësia Administrative Durrës, sipas vendimit Këshillit Ministrave numër 164, datë 19/2/2020, për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese. Pika 5, për disa ndryshime në vendimet e Këshillit Bashkiak të listës së përfituesve banor në pallatet e dëmtuarave në Njësitë Administrative Suks, Katun Diri, si dhe Njësitë Administrative numër 3 dhe numër 4, Bashkia Durrës, të cilët kanë përfituar nga fondi i procesit të rindërtimit të zonës së re për zhvillim, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave numër 164, datë 19/2/2020, për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese. Pika 6, për miratimin e ndryshimit të vendimit numër 30, datë 26/3/2021, për miratimin e listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin numër 1032, rruga Alex Komneni dhe pallatin Kastrati, rruga Ramadan Veliu, të dëmtuar nga fatkesia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019, të ndryshuar për sa i përket miratimit të sipërfaqeve shtesë. Pika 7,
për miratimin e procedurës të shpërndarjes së subvencionimit për operatorët e shërbimit të transportit publik qytetas në Bashkinë Durrës. Pika 8. Për miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara, ku do të ushtrohet veprimtaria si stacion plazhi, plazhet publike për vitin 2025, si dhe plotësimin e saj me elementet e nevojshëm lidhur me standardet e kërkuara nga aktet ligjore në fuqi. Pika 9. Për mbarimin përpara afatit të mandatit të këshilltarit zotit Ani Dyrmishi. Pika 10. Për mbarimin përpara afatit të mandatit të këshilltares zonja Manjola Luku. Pika 11 shtesë. Për ndryshimin e pikës 1 të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 166 datë 3/11/2023 për ngritjen dhe funksionimin e bordit artistik pra të qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Dhe pika e 12 shtesë për ndryshimin e pikës 1 të VKB-s numër 11 datë 30/4/2025 për dhënien e dakordësisë për vazhdimin e procedurës së ndryshimit të kategorisë së përdorimit sipërfaqes pyjore nga Fondi Pyjor Kombëtar në zbatim të vendimit numër 37 datë 1/8/2023 të KKT-s për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin resort turistik Lura 5, faza 3, njësi administrative Ishëm, Bashkia Durrës, për shkak të një gabimi në material. Faleminderit. Keni ndonjë koment? Atëherë, komente nuk ka. Komente nuk ka. E hedhim në votim? Kush është dakord? Po, faleminderit. Nuk është koment, por duke pas parasysh këto pikat, pika 11, 12, siç janë shtesë për mua janë dhe pika që ne mund t'i kalojmë shpejt për arsye që e dyta është për një korrigjim, ajo tjetra është vetëm për një ndërrim emri, dhe vazhdojmë normalisht me pikat cilat pastaj kanë zhvillim normal mbledhjes. Shumë faleminderit për sqarimin. Qofse janë dakord. Atëherë hedhim në votim kush është pro? Rendi ditës? Kundra abstenim s'ka, 37 miratohet pa ndryshime. Jepet fjala për projekt vendimin e pikës 1 Komisionit Rregullorës Çështjesh Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Përshëndetje kryetare, përshëndetje të gjithë. Atëherë në lidhje me pikën e parë, komisioni u mblodh dhe miratoi me shumicën e votave, kështu që propozojmë sot që Këshilli ta miratoj pikën 1. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. E merr fjalën Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, zoti Hekuran Markola. Faleminderit kryetare. Atëherë Komisioni i Pronave Publike u mblodh dhe me votë unanime ka lënë për votim Këshillin Bashkiak. Shumë faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje ka? E hedhim votim? Kush është pro? Abstenim apo i abstenim? Po, është abstenim. Okej, faleminderit. Kundër abstenim s'ka. 37 miratohet pa ndryshime. I jepet fjala për projekt vendime pikës 2, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Dhe për pikën e dytë, komisioni vendosi me shumicë votash për ta miratuar dhe e propozojmë sot në Këshill Bashkiak. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. E merr fjalën Komisioni i Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, zoti Hekuran Markola. Edhe pikën 2 në unanimitet komisioni ka lënë për votim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Markola. Komente kemi? Nuk ka. Kalojmë votim për pikën 2 të rendit ditës. Kush është pro? Atëherë 37 kundër abstenim s'ka, rezultati 37 miratohet pa ndryshime. Projekt vendimi pikës 2. Jepet fjala për projekt vendime pikës 3, Komisionit Rregullorës Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj.
Po, kryetare, dhe pikën 3, komisioni ju e miratoi me shumicë votash dhe propozojmë sot të kalojë në këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Merr fjalën Komisioni i Pronave Publike, Transportit, Trafiku Rrugor, zoti Takuran Markola. Po. Edhe pika 3 kalon në unanimitet për votim në Këshillin Bashkiak. Shumë faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje keme? E hedhim votim pikën 3 të renditës. Kush është pro? Atëherë me 37 pro, miratohet dhe pika e 3 e rendit të ditës. Për pikën 4 të rendit të ditës e kërkon fjalën nën kryetari i bashkisë. Përshëndetje të gjithëve. Në lidhje me pikën 4 dhe rrjedhimisht më pas me pikën 5 të rendit ditës, doja t'ju kërkoja në interesin qytetarëve duke vlerësuar shqetësimet e shumta të qytetarëve, Komisionit përkatës për dhe Këshillit për vendimmarrje ta nëse e shohin të arsyeshme për i vlerësimin e situatës banorëve, kryesisht besoj për vendbanimet në një qytet tjetër ose për aplikimet, duke qenë se për pallatet që janë rindërtuar në njëjtin vend nuk ka aplikim, nuk është kërkuar aplikim, ndërkohë që legjislacioni kërkon aplikim, kemi shtëpi individuale në të njëjtën logjik, pa aplikim, po me dosje dhe me vërtetim me dokumentacion të vërtetuar të banesave dëmtuar nga tërmeti. Ky është një sugjerim për vendimmarrjen e takon juve, ne propozimin tonë e kemi shprehur në relacione me projekt vendim. Sugjerimi është që Këshilli, duke qenë se është një pikë goxha sensitive, të rivlerësoj këto dy argumente, duke qenë se edhe legjislacioni përkatës nuk e shpreh shprehimisht, ne i qëndrojmë strikt legjislacionit, por mund të ketë nevojë për interpretim nga ana e Këshillit. Ta rivlerësojnë. Nuk e Faleminderit zotin nën kryetar. E ka kërkuar fjalën zonja Kasa. Atëra. Jo. Si? Flutra, t'ja japin fjalën komisionit, pastaj te komentet. Okay. Jepet fjala për projekt vendimin e pikës 4, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Para komisionit i drejtohem Këshillit Bashkiak në frymën dhe të propozimit të nënkryetarit dhe jam e lumtur për këtë gjë, sepse edhe në komision në fakt kur janë diskutuar dhe në mbledhjen e kaluar kjo çështje ka patur edhe diskutime dhe mendime janë dhënë. Unë do t'i kërkoja Këshillit sot, do t'i propozoja dhe në fakt do doja edhe që të merrte miratimin e të gjithë anëtarëve të Këshillit prezent sot, që të merret parasysh propozimi i nënkryetarit bashkisë që të kualifikohen, të kenë statusin e të kualifikuarit sërish personat që mund mos kenë aplikim ose që mund të kenë vendbanim diku tjetër, ndoshta mund të shtohet si një kriter, mund pranohet si kriter që mund sjellë një vërtetim hipotekor që nuk ka një banesë të dytë aty ku figuroj në qytetin tjetër si banor. Kështu që propozoj sot Këshillit që ta marrin parasysh kërkesën si kryetar e komisionit dhe si anëtare e Këshillit, për sa kohë të gjithë bashkë kemi një qëllim të përbashkët që vendimmarrja jonë në fund të ditës kur të ketë efekt dhe pasojat e qytetarët janë pasoja të mira, ti mirë kuptojmë qytetarët, shqetësimin e tyre dhe kjo është e gjitha. Faleminderit. Shumë faleminderit, zonja Musaraj. Atëherë e merr. Mundem? Jo, flasi dhe komisioni, pastaj te komentet, ju lutem. Po. Komisioni i strehimit dhe i shërbimeve publike, zonja Marsida Feshti. Të lutem thërrite dhe Përshëndetje.
Në vijimësi dhe vazhdimësi të fjalës së zëvendës kryetarit të bashkisë dhe kryetares së komisionit për çështjet juridike, jam dakord dhe si komision propozojmë, duke qenë se institucionet e qeverisë vendore, bashkia si një nga institucionet kryesore të qeverisë vendore duhet të jetë sa më afër qytetarit, sa më afër interesave të qytetarëve, dhe duke qenë se këto dy çështje prekin drejt për drejt interesat më të larta të tyre siç është prona, ta rivlerësojmë edhe një herë si këshill dhe propozoj ta miratojmë të gjithë unanimisht vlerësimin e këtyre dy pikave edhe një herë. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja Feshti. E ka kërkuar komente pyetje. E ka kërkuar fjalën zonja Kasa. Atëherë unë ju lutem ta dëgjojmë zonjën Kasa. A mundet pak? Ju lutem pak qetësi. Atëherë unë falenderoj personalisht në kryetarin e bashkisë dhe mbështetjen e dy kryetarëve të komisioneve përkatëse, sepse unë kur të fillonin këto dy pika do të deklaroja votën kundër, por meqense se u bë një propozim i tillë, atëherë unë tërhiqem dhe bashkohem me parafolësit. Kaq. Shumë faleminderit zonja Kasa. Zoti Moka? Më fal për të qenë më të saktë me veten edhe me për të qenë më të saktë me veten, me këshilltarët edhe me opinionin. Por propozoni që ta rrëzojmë këtë, pra pikën 4 dhe pikën 5, ku flisni për reflektim, çfarë do të thonë reflektim? Aty përjashtohen banor nga e drejta e marrjes së apartamenteve nga procesi i rindërtimit. Propozimi juaj është që neve ta rrëzojmë si këshill, meqense kjo ka ardhur me ndryshim dhe të lejmë fuqi aktin që neve kemi marrë në vendimin e këshillit datës, ajo siç është aktualisht, këtë po propozoni? Reflektimi, çfarë do të thonë reflektim? Atëherë ju keni një relacion dhe një projekt vendim të propozuar nga institucioni i bashkisë, duke qenë se është mjaft sensitive dhe me interes të lartë duke vlerësuar shqetësimet e qytetarëve, ne i qëndrojmë propozimit ton relacionit dhe projekt vendimit, por duke qenë se ka hapësirë për të diskutuar, unë ftoj në rivlerësim këshillin, i cili mund ta miratoj siç është, mund ta miratoj me ndryshime, është një vendim që i përket këshillit. Okej, vazhdo. Me thënë të drejtën, doja të komplimentoja pjesën e bashkisë dhe kolegëve të opozitës, por ngelet diçka prapë me mezitermini, do më thënë ngelet diçka që nuk është as mish as peshk. Në qoftë se ju vini me një propozim dhe thoni do përjashtohen, dhe propozimi është përjashtohen nga relacioni, atëherë neve duhet ta hedhim poshtë. Dhe bëjmë një propozim, kur të vi një propozim tjetër, ose momenti që ne hedhim poshtë, ngel fuqi ajo siç është edhe të gjithë ato banor përfitojnë atë që kanë për përfituar. Thash doja t'ju komplementoja, por nuk më vjen e plot edhe pjesa e komplimentit. Është diçka që neve kemi ngritur edhe në mbledhjet më përparshme dhe na vjen mirë që pjesa opozitës ka reflektuar për atë çfarë ne kemi thënë. Natyrisht, ajo çfarë është ka të bëjë me ndjeshmërinë e qytetarëve, flasim për pronën dhe neve diskutuam këtu në të këshill që nuk është e drejtë për dikë që ka dhe një apartament tjetër, por që mund të ketë 3 fëmijë, mos përfitojë atë çfarë i takon me drejtë, duke paguar taksat pranë bashkisë, pranë institucioneve. Sikurse edhe ato që banojnë në qytete tjera, por që jam transferuar në Durrës, atje shtëpia mund të jetë, nuk e dim çfarë gjendje, por përderisa janë banor Durrësit, paguajnë taksat në Durrës, nuk ka pse mos përfitojnë, meqense them është shpall situata e emergjencave civile automatikisht me procesin e rindërtimit të gjithë këtyre banorëve i takonte e drejta që të përfitojnë apartamentet. Në këtë dritë, unë do thoja që edhe vendimi që ne kemi marrë, vendimi i kaluar, duhet rishihet. Pra për objektet që kemi, objekte Pallati Kastrati, objekti tjetër që është tek Ujësielsi, pra 2 godinat të cilat ky këshill mori një vendim
kundra, pra që ti përjashtonte nga e drejta e përfitimit atyre banorëve, dhe i vendim në këtë frym duhet rishihet, sepse nëse këtyre do t'i japim drejtën të gëzojnë pronën, pse jo atyre tjerëve mos t'i takoj kjo e drejtë. Megjithatë thash, unë jam për shpreh votën kundra, siç është momentalisht i ndërtuar kjo projekt vendimi që na keni sjell. Duke votuar kështu, ju lem juve mundësinë që ta rikorrigjoni dhe të na sillni një vendim siç duhet, kur ose të leni fuqi atë që është. Pra, vendimi që është në fuqi, këto automatikisht të përfitojnë. Faleminderit. Mikrofonin të lutem. Tani, këto dy pika prodhojnë efekt. Me që u folë këtu do më thëmë për shqetësime qytetare dhe për ndjeshmëri qytetare. Këto prodhojnë efekt. Nëse ne i miratojmë edhe me ato ndryshime që ju thoni ju, këto qytetarë janë shkruajtur ke këto dy pikat që ne miratojmë sot. Kështu që propozimi im është që të paktën këto dy pika të shtyhen, të rikompozohen dhe pastaj t'i miratojmë në një mbledhje tjetër. Do me thonë, ne ishim përgatit për t'i kundërshtu këto dy pika pikërisht për këtë, sepse përjashtohen qytetarë nga skema e rindërtimit. Mas 6 vjetësh, masi këto qytetarë, do me thonë, kanë kaluar filtrat e bashkisë dhe institucioneve tjera, më falni, vjen sot mas 6 vjetësh ne i përjashtojmë këto nga skema e rindërtimit. Dhe këtu marshkas i drejtohem medjave, i drejtohem qytetarëve nëpërmjet medjave, që t'i drejtohen Partisë Demokratike, na drejtohen ne si këshilltar të shprehin shqetësimet, sepse ne nuk na është bërë prezent mbi relacionin që ne kemi përpara, ne nuk shqyrtojmë dot pse janë përjashtuar, domethënë është shumë i vakët shpjegimi. Kështu që i drejtohem qytetarëve të drejtohen tek ne për të na shpjeguar dhe problematikën që ata kanë. Kështu që propozimi është ta shtym, paktën të shtym këto dy pika. Ishe shumë mirë deri tashi, po leje politikën në burr. Leje, ishe shumë mirë për të shtyr dy pikat. Ajo është hall shtëpie ti thu patjetër. Lutem. Zoti nën kryetar, jo, e merr fjalën zot. Nën kryetar, ju lutem. Në përgjigje të komentit tuaj, sugjerimet për rivlerësim nuk i përket në total vendimit, projekt vendimit, edhe vendimarrjes nga ana juaj, për arsyet e vendbanimit në një qytet tjetër dhe mungesës së aplikimit, sugjerimi ishte për të rivlerësuar, jo sugjerim për ta votuar kundër ose pro. Për ta rivlerësuar ju se këshill. Nga ana tjetër, besoj unë personalisht, po besoj institucioni ynë edhe këshilli, që jemi në fazat e fundit të dhënies së apartamenteve dhe shtyrja thjesht do të shtyr, në qoftë se nuk e di proceduralisht mund të votohet me ndryshime, nëse do votohet me ndryshime, ju takon juve, shtyrja thjesht do të shtyr akoma hyrjen në shtëpi të reja. Këtë merak kam unë personalisht. Të lutem të rrite mikrofonin se nuk dëgjohesh. Pati fjalën kolegu, e mori prapë, e kam ndezur mikrofonin. Atëherë të sqaroj ja vetëm një sekond, që të jenë të qartë të gjithë këshilltarët. Procedura që ne propozojmë është kjo, që kur çelet votimi nga kryetarja sot, të miratohen propozimet që solla unë si kryetare e komisionit, që do të thotë të miratohet pika 4 dhe 5 me ndryshimet që propozohen nga ne si dy komisione. Që do të thotë, si shtatë në kryetari, në tërësinë e tyre pika 4 dhe 5 nuk ndryshon, sepse normalisht mbeten po prapë të përjashtuar ata persona që kanë banesë të dytë. Prandaj nuk e marrim në tërësi ta rrëzojmë pikën 4 dhe 5, por propozoj që të çelet sot votimi dhe të mos ketë shtyrje për pikën 4 dhe 5 në lidhje me propozimet që unë thash sot dhe kolegja Feshti. Për mua është e tepër shtyrja e kohës, ne prandaj bëjmë dhe këtë reflektimin që të japim zgjidhje çështjeve sa më shpejt dhe të reflektojmë sa më shpejt. Kjo është e gjitha.
Pra, kryetare, të lutem të jenë të qartë në lidhje me votimin. Çfarë do të thotë çelja e votimit sot, që doja nga ana juaj që të hidhni për votim propozimet që unë solla si kryetare e komisionit. Fjalën e ka Joni Myshketa. Atëherë, përshëndetje nderuar koleg. Edhe unë do t'i shkoj linjës së dy së kolegëve parafolës. Pra më vjen mirë që pas mbledhjes fundit ku pati debat në lidhje me pallatin Kastrati ose te Kujsesi që tha që u diskutua, të cilët u mor një vendim për përjashtimin, kur që në gjykimin tim thirrja që për gjithë kolegët tonë këtu, që të shikoni mana njerëzore dhe nuk ishte asnjë lloj arsye përjashtimi. Për më tepër, duke pasur parasysh që ka dhe një neni 21, neni 9.21, kur thuhet për objektet të cilët janë dëmtuar nga fatkeqësi natyrore që gjenden jashtëzakonshme e tërmetit dhe kur rindërtohen në po të njëjtin vend, të gjithë banorët që kanë pasur banesë aty do marrin po aq sa i takon, por aq sa kanë pasur, jo më tepër. Dhe në bazën e pikës 4 dhe pikës 5, po, unë jam dakord që të ndryshohet dhe të gjithë ata banorë të cilët për shkak të mos aplikimit, se mund të jetë raste njerëzore, të rikualifikohen dhe të bëhet aplikimi të shtyhet, sepse humbin banesat nëse nuk munden, dhe nëse mund të kenë banesë tjetër, se ne dim shumë mirë që për shkak të gjithë sistemit që ka ndryshuar 35 vite, dikush ka banesë në Durrës kur kryen gjithë aktivitetin e tij jetësor, por mund të ketë edhe një banesë në, po them diku në Golem, dhe me që ka këtë nuk mund përfitojë aty ku zhvillon jetën. Pra unë jam dakord që për pikat 4 dhe 5 ti votoj pro parimisht nëse rifuten të gjithë në vazhdën e marrjes së asaj që takon. Por duhet të rifutet dhe të gjithë banorët të cilët janë përjashtuar me një ndryshim të VKM-s të vendimit të Këshillit Bashkiak 2021 në pallatin Kastrati, sepse edhe akti normativ numër 9 neni 21 e thotë qartë që ata në gjykimin tim janë përjashtuar me të padrejtë. Pra jam dakord me atë çka thatë ju, më vjen mirë për reflektimin edhe një herë, por duhet të gjithë banorët marrin atë që i takon, sepse janë frut i punës së ndershme tyre. Shumë faleminderit zoti Myshketa, t'ja japim fjalën Burgia. Qofse do flasësh në emër të grupit, vazhdo. T'ja japim fjalën zotin Burgia në fund. Kryetar sepse dhe e kërkoj pa. Shiko, këtu kur themi jeni të paqartë, këtu kemi rast që keni përjashtu për mos aplikim. Për mos aplikim, domethënë, ne atëherë që t'i bim shkurt, ne po ju themi që bim dakord me ndryshimet që ju kërkoni, por nuk bim dakord me përjashtimet që i bëni këtyre banorëve. Tani si do t'i ndajmë këto punë, si do t'a votojmë këtë, t'ju votojmë ndryshimet dhe pastaj pikat t'i miratojmë, t'i votojmë kundër, nuk e kemi të pa mundur t'a bëjmë këtë pjesë. Kështu që, rishqyrtojni edhe këto emra, na i vjenin dispozicion prap, të miratojmë sot vetëm ndryshimet, dhe na vini prap me relacion tjetër mbledhjen e ardhshme. Se në të kundërt, ne na duhet t'i votojmë kundër 4 dhe 5, pikat 4 dhe 5, duke qenë dakord me propozimet tuaja. Me qenë se s'dum që të përjashtohet asnjë, pa ne jemi edhe për ato për banesë. Domethënë, kaloj. Atëherë fjalën zoti Xhelimi. Ne Gendi ke gjë, se do të flas në emër të grupit. Unë i mirë kuptoj edhe pozitivitetin, po dhe negativitetin e parafolësve. Pozitiviteti është në pozicionin qytetar, ju vjen mirë që edhe shqetësimi tyre dhe shqetësimi jonë, edhe të mbledhje kaluar dhe në komisione, gjetën reflektim nga bashkia nëpërmjet shqetësimit qytetar të ngritur në institucione bashkisë. Zoti Burgia boni thirrjet vinë ta bëjnë shqetësimin të BD-ja, nuk vinë. Qytetarët s'kan besim të BD-ja, kanë besim të institucioni, kanë besim të ne, dhe ne reflektojmë. Reflektimi ju krijon një ngërç, që deri ku shkon ky reflektimi, ekziston mundësia që ky lloj projekt vendimi të votohet me ndryshime pa diskutim. Në politikën legjislative, ku hyn edhe veprimtaria e Këshillit Bashkiak, çdo vendim mund të ketë ndryshime nga diskutime dhe propozimet e antarëve të Këshillit Bashkiak, e grupeve përkatëse, të cilat marrin shumicën e votave. Në këto kushte, propozimi ose indicia që vjen nga nënkryetari i Këshillit Bashkiak, po dhe nga institucioni i bashkisë, po dhe qëndrimet e komisionit dhe qëndrimi i grupit tonë është një reflektim shumë pozitiv për mos
nxjerrjen nga vlerësimi për dëmet e shkaktuar nga tërmeti të gjithë atyre familjeve, të cilat projekt vendimi i kaluar apo ajo VKM e qeverisë lë një hije për efekt të aplikimit apo të pozicionimit në qytetin përkatës ku ka ndodhur dhe situata siç është qyteti Durrësit. Kurse pjesa tjetër pastaj të marrin të tërën, të marrin tamam, nuk ka lidhje me këto dy projekt vendime. Pika që ngelet në fuqi është ata që kanë dy shtëpia, kontrolli është bërë, emrat kanë dalë, shqetësime nga ata me dy shtëpia do ketë, sepse çdo qytetar lufton për të drejtën e tij, nuk është gabim, por kjo është VKM-ja, ky është vendimi i Këshillit të Ministrave. Ne bëjmë pjesën tonë që është shumë e rëndësishme që të ndihmojmë qytetarët të cilët realisht janë dëmtuar nga tërmeti dhe mungesa e tyre në lista do të jetë pak e padrejtë në efektin e aplikimit apo në efektin e faktit që ai jeton në Durrës, kryen gjithë aktivitetin në Durrës, por mund ta ketë akoma vend banimin diku tjetër. Në këto kushte, në emër të grupit do të propozoj që të miratohen me ndryshime dhe ty në fuqi plotësisht sipas propozimit që bëri kryetari e Komisionit Ligjeve. Shumë faleminderit zoti Xhelilaj. Të lutem. Po mirë thërita. Mikrofonin thërita. Fjalë. Me që u ezauru padrejtësinë e përmendi dhe zoti Xhelili ndaj këtyre qytetarëve, nuk kam çfarë shtoj më. Thjesht doja t'i bëja një pyetje bashkisë nën kryetarit, me që e kemi këtu shqetësim qytetar ky. Kur bëhen qytetarët për të hyrë në banesat e reja? Kur është data, kur është caktu, kur është shqetësim i madh për ato banorë që kanë marrë çelcat, është bë procesi, por nuk janë akoma nëpër shtëpia. Do ishte me shumë interes që ju t'jepshit një datë kur do hyjnë ato banorë atje, me që jemi ke pikat e rindërtimit. Doja të pyesja konkretisht rasti që janë marrë çelca dhe nuk kanë hyrë nëpër shtëpia? Jo, po se kjo ishte pyetja. Nuk janë ndarë akoma çelcat se janë fazë të përfundimit të punimeve, shpresojmë brenda qershorit të bëjmë shpërndarje. E çelcave të banorëve. Është procesi shorteut publik. Procesi shorteut publik është caktimi i apartamentit. Pyetja u formulu, kanë marrë çelcat dhe nuk kanë hyrë në shtëpi, prandaj doja t'ju Jo, okay. Në rregull. Atëherë kur bëhen këto qytetarë Besoj dhe shpresoj brenda muajit qershor. Okej, faleminderit. Do jemi këtu prapë do të diskutojmë. Faleminderit zoti Burgia, faleminderit zotin kryetar. Atëherë e hedhim në votim me ndryshime pikën 4 të rendit ditës, kush është pro miratimit me ndryshim të rendit të pikës 4 të rendit ditës, më fal. S'ka problem. Kundër? Abstenon? Atëherë 27 miratohet me ndryshime pika 4 rendit të ditës. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 5 të rendit ditës. Kusha ka kërkon? Komisionit rregullor çështjes juridike, zonjës Gjinada Musaraj. Atëherë, edhe për pikën 5, ne qëndrojmë po prap të njëjtës ide dhe kemi të njëjtin qëndrim si për pikën 4, kështu që propozojmë të ketë ndryshime dhe kur të çelet votimi të miratohen ndryshimet. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj, merr fjalën Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Marstida Feshti. Edhe për pikën 5 kërkojmë të kalohet për votim me ndryshime sipas diskutimeve të mëparshme. Faleminderit zonja Feshti. Komente, pyetje ka? S'ka, e zauruam. Atëherë kalojmë votim me ndryshim pikën 5 rendit ditës. Kush është pro? Atëherë kundër?
dhe një abstenim, 27 miratohet me ndryshime pika 5 e rendi i ditës. I jepet fjala për prezantime pikës 6, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jeniade Musaraj. Atëre, kryetare, në lidhje me pikën 6, doja të ndalesha shumë shkurt. Në lidhje me pikën 6, ne propozojmë si komision që të ketë një reflektim dhe rishikim të kësaj pike, sepse duam që të ecim po prapë në frymën që të diskutimeve që kishim deri tani, ku në qendër të jetë qytetari, kështu që i kërkoj Këshillit Bashkiak të ketë parasysh që të përfshi tek pika 6 edhe ata persona që në vendimin e mëparshëm, në mos gaboj 16-a, 21/5, po, të llogariten dhe të merren parasysh, bëhet fjalë për një vendim të mëparshëm, kryetare, të mbledhjes kaluar. Faleminderit, zonja Musaraj. Faleminderit. Ju lutem ta marrë fjalën dhe Komisioni i Strehimit. Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike, zonja Marsida Feshti. I Strehimit dhe Shërbimeve Publike kërkon të bëhet ky ndryshim edhe kjo shtesë sipas kërkesës së Komisionit Rregullor të Çështjeve Juridike. Faleminderit zonja Feshti. Komente? Pra thjesht për t'u sqaruar, pra në mbledhjen e fundit ku ne bëmë oponencën tonë që kaloi me vendim Këshillit të Bashkiak nga ana juaj, pra do rikthehet ai, do rishikohet ajo. Zonja Musaparaj, këtë thjesht për sqarim. Pra, të gjithë ata që u përjashtuan për shkak të VGM-s, ku nga ana ime ose jone opozitës u kërkua që të implementohen, pra do bie poshtë ai vendimi më parshëm? Po, zonja Musaraj. Sepse nëse po, jam totalisht dakord dhe edhe një herë Zoti Mishketa, mbi emrin unë ta them shumë sakt, unë kam Musaraj, kështu që ndjes, ishte pa pasur. problem. Dëgjoj, Mishketa, ne sot po bëjmë diskutime dhe që i qëndrojmë po prapë të njëjtës frym, kështu që propozimi im sot është kur them rishikim të rishikohen të gjitha vendimet që kanë lidhje me këtë çështje. Dhe nëse më thuaj që sot e voton pro, propozimin tim nuk e kuptova abstenimin te pika 4 dhe 5 nga ana jote, kur në fakt ja sqaroj pse. Sepse aty në pikën të them drejtën abstenim, vetëm një diçka. Mund ta kuptoj votën pro dhe kundër, po abstenimin të pa argumentuar, të jem sinqert, më vjen keq kur e pash, sepse ishte i vetmi karton që ishte abstenim. Ja ta argumentoj me që ja ta argumentoj, sepse ajo pik nuk është e plot. Për mua e plot do ishte nëse të gjithë ata që janë skualifikuar, qoftë që kanë banesa të dy banesa, qoftë ata që nuk kanë bërë aplikimin, duhet implementohen gjithë. Duke qenë që është një pikë e cila kundërshton njëra tjetrën gjykimin tim, nuk mund votoj pro njërës dhe kundër tjetrës. Atëherë abstenoj, jo, me që më kërkuat dhe unë kam detyrimin t'ju shpjegoj ju, gjithë kolegëve tjerë. Jo, okay, më dhe të sqaroj sepse besoj se këtu e dim që nuk kam asnjë lloj komplekti të sqaroj sepse jam për këtë punkt këtu. Pra, një pikë ka qenë që kundërshton njëra tjetrën dhe nuk mund të votoj pro dhe kundër njëra sepse kundërshtojnë. Atëherë abstenoj sepse për pjesërisht jam dakord dhe pjesërisht jam kundër. Dhe prandaj rikthehem tek për sqarim nga ajo që thatë ju. Në pikën që votuat dhe kundërshtova për pallatin Kasrati, e cila sipas nenit akti normativ numër 9 duhet marrin banesat po në atë pallat. Pra ju të rikthehemi atij akti i cili atij vendimi që Këshilli Bashkiak i përjashtoi, këtë po thoni dhe nëse thoni këtë jam 100% dakord me këtë pjesë. Atëherë vetëm një diçka që ti je i qartë për pjesën e pikës 4 dhe 5. Propozimi ishte ky dhe një herë të ta sqaroj. Nuk është miratimi pjesëshëm apo jo, por ne i qëndrojmë asaj që është e zezë mbi të bardhë, që do të thotë ata që kanë banesë të dytë nuk do të përfitojnë. Aty ku ne shikojmë hapësira dhe interpretimi na e lejon që të mund të bëjmë diçka për qytetarët, ne do ta bëjmë. Prandaj kjo këmbgulja dhe vendosja e vetos që o kalojnë të gjithë o s'ka, se ndryshe nuk e miratoj, në qëndrimin tim më duket pak pra të mos përfitojnë dhe ata që e kanë mundësinë, sepse ju doni me patjetër të jenë të gjithë pa përjashtim, e kanë të bazuar apo jo, ju takon apo s'u takon pastaj. Dakord, nderuar zonja Musaraj, logjika është këtu, unë i qëndroj fort të drejtës pronës.
dhe është një pronë e cila është përfituar me djers, i është prisur për shkak të fatkeqësive natyrore. Këtu nuk bëjmë faj qeverinë, absolutisht jo, as kërkënd, sepse janë gjëra që ne si parashikojmë dot. Mos harrojmë gjithë krijimin e Ministrisë së Rindërtimit dhe fondet që u trumbetuan me sukses etj. Deri këtu okay, por prona e fituar me djers nuk mund të hiqi me të rënd lapsit. Këtë them. Dhe nëse në BKM është shënuar që janë dy banesa, ato që kanë dy banesa brenda një qarku nuk përfitojnë për shkak të gjës natyrore, fatkeqësisë. Por është shkruar po në të njëjtën BKM dhe kush u bën aplikimin dhe kush ka banesë diku tjetër. Pra, përfshihet e plot sepse këtu garantohet e drejta e pronës. Kjo është qëllimi im, nuk është qëllim as për politik, as për thirrje retorike. Dhe thirrjen e radhës kaluar e bëra në mënyrë më njerëzore të mundshme dhe për më tepër me ju, si jurise, ju asolla në vëmendje gjithë Këshillit Bashkiak. Besoj se deri këtu jam i qartë. Kjo është dhe abstenimi im në dy pikat e radhës, se po mos ishte ndryshimi, jam totalisht kundër, duke i qëndruar asaj që kam qenuar dhe në mbledhjen e kaluar. Nuk të jep statusin e të strehuarit. Ndërsa kur ke dy banesa, të prishet njëra ke tjetër, nuk ke jashtë. Kështu që të mos përfshim ata që nuk kanë bërë aplikim, mua tani po më duket pak realisht se kur s'kam kuptuar asgjë nga mbledhja e kaluar. Po më thuaj që ata që s'kan bërë aplikim të mos përfshihen. Të përfshihen patjetër, të përfshihen gjithë. Prandaj isha dakord me propozimin tuaj pjesërisht. Të përfshihen dhe ata që s'kan bërë aplikimin sepse mund të jetë gabim njerëzor dhe e cenova shpar, të përfshihen dhe ato që kanë dy apartamente pasi jetën e bënë në një apartament ku ata kanë implementuar gjithë jetën e tyre. Pse ka një apartament diku në Golem, kjo nuk e bën që ai apartament që ka blerë në Durrës ti fshihet. Këtë kam hallun. Kjo është ajo. Dhe kjo me që e kemi shkruar. Po dakor, po VKM dëgjoj, më falni. Me VKM janë bërë shumë padrejtësi. Ne kemi në dorë si qytetar të themi çka është e drejtë, çka është e padrejtë. Kaq, kjo është ajo interesi i qytetarëve dhe e nis nga vetja ime imprimis, sikur prona ime, me që pas kam dy apartamente, që kam investuar, kam punuar, kam rrezikuar fort që të kem dy apartamente, pse ma prishi tërmeti një, me që kam dhe një tjetër, qoftë në Tiranë ose qoftë në Golem, nuk duhet përfitoj këtë? Për më tepër kundërtohet në të njëjtin vend? Mishketa të them të drejtën. Duhet falenderojmë në gjithë që patëm kryeministër në periudhën e tërmetit zotin Edi Rama se do ishim sot në kushte të tjera, do flisnim bashk dhe reagimin që ka patur qeveria shqiptare në lidhje me tërmetin nuk e kanë patur as shtetet europiane dhe besoj se informacione kemi të dy bashk, aq e kemi. Kështu që ne i përgjigjemi qytetarëve për aq sa na e lejon ligji, për aq sa na e lejon interpretimi që ne i bëjmë bazës ligjore, pastaj pjesa tjetër. Nëse ju personalisht ju duket i drejtë dhe pa drejtë, ky është pastaj qëndrim subjektiv, nëse ti marr rrezon pastaj me arsyetim ligjor, është debat tjetër. Tash unë sapo e cënova shpara që në bazë të ligjit, por ju po bëni politik kur pak më parë kolegëve i thatë mos bëni politik lidhur me këtë çështje. Nëse do bëja politik në shketa Zoja Musaraj, pra, nëse do bëja politik ka çfarë për fjalën time ndryshe sot. Subjektive se e bëri kryeminist apo dikush tjetër, kjo është tërësisht subjektive. Unë nuk doja të futesh në këto kanale. Por mua prevalon interesi i qytetarëve dhe drejta pronës. Nëse do bëja politik, fjala ime do niste ndryshe sot. Jesh e bindur për këtë. Si djath bazohet tek e drejta e pronësisë. Pavarësisht se e vi nga një logo partie. Ju lutem, a mund të flas pak, lutem? Ju lutem fjalën zonja Kasa. Atëherë, me qenë se jemi këtu te Pallati Kastrati, shoh listën që mungojnë 18 emra. Nëse këto 18 emra janë njerëz që nuk kanë bërë aplikim, atëherë i bën që të përfitojnë nga kjo që sapo u fol. Ndërsa për sa i përket debati që bëri edhe Joni, ne e thamë dhe herës tjetër nuk kemi asnjë lloj fuqie ligjore për të rrëzuar VKM-t. Dhe jam me atë, kush ka dy shtëpia, le të marrë atë që ja ka shpëtuar Zoti, edhe ta shtrëngoj fort, sepse kjo është një ndihmë që i dha qeveria shqiptare qytetarëve që ngelën pa shtëpi. Edhe sa më dhem për shtëpi, t'jeni sigurt që s'ju dhem asnjëri që jeni këtu, se kam 30 vjeç që bredh gjyqeve për i copë shtëpi dhe sot jam 64 vjeç dhe s'kam shtëpi. Prandaj
ati që i shpri shtëpia dytë, le t'i japi forca vetes ta bëj prapë. Faleminderit zonja Akasa. Atëherë, ju lutem. Çfarë do të ndryshojmë në këtë vendim? Dëgjojeni zotin Konesha. E kemi për vendimin e kam përpara. Çfarë ku do ndryshojmë? Se s'po e kuptojmë. Do ta miratojmë kështu apo është një se ta si më pas? Do shtohen. Kush është shkruar propozimi në ndryshim bëhet me shkrim të jemi dhe në ndjeni këtë normal. Jo pika 6. Atëherë një sqarim nga kryetarja, ju lutem, zonja Musaraj. Të lutem. Po 6 s'është votuar. Po. Por çfarë do të ndryshojmë? Konesha, Zoti Konesha, e ke tonin e zërit pak më tash. Zoti Konesha, ta dëgjojmë kryetaren e komisionit. Atëre një diçka. Ju lutem pak qetësi. Atëre në lidhje me pikën 6, na vjen shqetësimi i vendimit të mëparshëm Konesha me numër 16 i datës 21. Më kupton drejt, pra me pikën 6 sot lidhet shqetësimi i një mbledhje të mëparshme, prandaj po të them që personat e e do me shkrim Konesha. Po mirë mo, fjala kryetares çështjeve juridike. Jo. Atëherë unë propozimin ta bëj zyrtar, jo Konesha. Fjalën e ka kryetari i grupit, zoti propozimin Xhelila. ta bëj zyrtar sotun që të përfshihen dhe personat Pika 6, lexoheni çfarë thot pika 6. Dhe miratohet nga antarët e Këshillit Bashkiak siç thot pika 6. Por në pikën 6 vlerësohen ata banor që ekzistojnë te ai pallati pa ata të cilët me datën 21/5 ne duke mbështetur VKM-n i skualifikuam për mungesë aplikimi dhe për mungesë vendbanimi. Dhe kërkojmë ne, pastaj juristët na e sqarojnë, kalon direkt këtu në mbledhjen e Këshillit Bashkiak me ndryshim, apo ka nevojë që kjo pikë të ketë plotësim. Në qoftë se për opinionin tim, ajo mund të kalojë dhe këtu se shtohet aty dhe thuhet në vlerësimin, muka mund të ketë tjetër opinion, por në vlerësimin e sipërfaqeve të banimit të pallatit X dhe Y të merren konsiderat të gjithë banorët cilët edhe janë skualifikuar nga data 21/5 për aplikim dhe për vendbanim jashtë Durrësit. Ata që janë dy shtëpia pastaj nuk kemi çfarë bëjmë. Dëshirën e kishim të madhe sepse jemi dakord me Jonin që thotë prona është e rëndësishme, por nuk konsiderohet i pastreo Joni. Ai konsiderohet me dy shtëpia. Pastaj, ka vend për diskutim, janë grupi parlamentar me i se ju zbët do të gjë, që ta ngrej atje dhe VKM-ja të rishikohet, ku diun të plotësohet e gjithë me radhë. Sot ne po punojmë me dëshirën më të madhe pozitive të shfrytëzojmë atë VKM për ato elemente të cilat na lënë mundësinë në fillim Këshilli asaj bashkisë si institucion, po dhe neve të dy grupeve, sepse pavarësisht votës kundër, qëndrimi edhe i Burgis dhe i Mukës, po dhe Jonit, është pozitiv. Sepse pranimi që ky lloj ndryshimi është në të mirë qytetarëve, është hap goxha përpara. Pastaj që ta çojmë deri poshtë, vujmë çik për këtë pjesë. Duam të qëndrojmë atje te bunkeri dhe te tuneli edhe te ai pozicioni luftarak i Jonit. Por është qëndrim korrekt. Prandaj këtu Joniada dhe nuk e di edhe nga grupi tjetër, nga pikpamja juridike, kanë mundësi të na shpjegojnë kjo pikë kalon me këtë propozim që bëj unë, apo jo? Faleminderit zoti Xhelila, fjalën e ka Joniada. Jo, thjesht për ta bërë më të thjeshtë siç u veprua për pikën 4 dhe 5 kryetare, kërkoj sot që të mos ketë shtyrje për pikën 6, të përfshihen te kjo listë e pikës 6, pra të miratohet pika 6, të përfshihen ata persona që
në vendimarrjen e mëparshme ne morëm një vendim tjetër. Shumë e qartë. Pra, dua që të miratohet sot, unë si komision e propozoj për sot, që të mos ketë vonesa dhe të ketë po prap një përshpejtim, mos ketë vonesa. Faleminderit. Shumë faleminderit, po zoti Muka. Me thënë të drejtën, vjen edhe për qeshë dhe për qajtë. Se për pikën 4 dhe për pikën 5 nuk e shkelim kushtetutën, për atë më falë VKM-n, për atë vendimet që morën për palatin të Kujsjelsi, të Qenjet Kastrati, nuk e shkelim VKM-n, ndërkohë që propozojmë shkelje VKM-s për pikën 4 dhe pikën 5, po e shkelim pjesërisht. Tashti, ose shkelet, ose nuk shkelet. Ne jemi që mos shkelet, sepse diçka pa rend, pa ligje është diçka që rrin ajër pastaj. Prandaj dhe propozum për pikën 4 dhe pikën 5 të ishte shtyrë. Në momentin që bëjmë shtyrje, vinte ndofta projekt vendimi i ndarë në 2 pjesë. Pjesa që kualifikohen, pra ato që kanë një banesë ndofta jashtë Durrësit dhe që nuk kanë bërë aplikimin, dhe ato për variantin tuaj, për ato persona që kanë apartament të dytë në Durrës ose jashtë Durrësit, tu kalonin të dyja me 2 propozime të ndryshme, ku natyrisht ne do kishim votu pro për pjesën e parë dhe do kishim votu kundër për atë për banesën e dytë. Pse koncepti i pronës është një. Atë pronë e ke përfitu ose me trashëgimi ose me blerje, automatikisht kush e ka ble, ka pagu taksat në këtë shtet, është shpall situata e gjendjes emergjencave civile, automatikisht do t'i japësh lekët. Të tjerët janë gjitha artifica. Përsa i takon pikës 6, këtu sqarova pak edhe pse ishte vota jon kundra, nuk ishe kundra 4 dhe 5, por mënyra se si sillet, pra sillet po e shkelim, po e shkelim me një propozim të maggjorancës. Ndërkohë ato tjetrën nuk e shkelëm sepse e donte opozita. Faleminderit zoti Muka. Më fal një sekond, për pikën 6 do thoja, pika 6 është shumë e qartë, nuk ka lidhje me përjashtime apo me shtesa. Do propozoja ta kalojmë kështu siç është pikën 6 dhe për pallatin Kastrati të vi një propozim i ri ndarë në 2 nën propozime. Ata që e përfitojnë me qenë se nuk kanë bërë aplikimin apo kanë një banesë, jashtë qytetit, dhe pjesa tjetër që e ka banesë të dytë me qenë se e keni shumë merak e nuk doni me adhan atyne. Pra për ne pika 6 kaloj kështu siç është, dhe jemi pro që ta kalojmë kështu siç është, ka lidhje thjesht me shpërndarjen e apartamenteve të atyre që i takon apartamenti, ndërsa shtesa që duam të bëjmë të visi një projekt ligjëri me mbledhjen e rrallës, mundësisht e ndarë në 2 pjesë dhe argumentuar pse. Faleminderit. Okej, faleminderit zoti Muka. Zonja Musaraj. Vetëm një diçka, zoti Muka, në asnjë rast dhe në asnjë moment nuk bëm një veçim të 2 kritereve që ne i qëndrojmë që ka të bëjë me aplikimin dhe me vendbanimin. Ajo që është e përbashkët në çdo vendimarrje që ne kërkojmë sot nga ana juaj ka lidhje me banesat e dyta. Ndërsa kriteret që ne kërkojmë t'i përfshim, pra 2 kriteret që unë përmenda që ne kërkojmë t'i përfshim këta persona sërish janë po të njëjtat, në asnjë rast nuk u bën 3, nga 2 nuk u bën 3 në asnjë rast. Sepse ja po ta them unë, atëherë sepse vendimarrjet në çdo institucion edhe rishikohen, zoti Muka, dhe s'ka asgjë të keqe të interpretohen sërish. Dhe po të them, ndoshta sot të Preva Hovi se ishte përgatitur, ke menduar sot që do bëjmë namin të pika 4 dhe 5. Është e vërtet kjo gjë sepse të pash dhe tek mënyra se si e nisi fjalën, ishte përgatitur ndryshe, por ne nuk e mbyllim, ka një diçka, jo vetëm bashkia, po dhe këshilltarët e majt nuk e mbyllin mendjen në momentin që dalin nga Këshilli Bashkiak. Ne lexojmë, interpretojmë, mendojmë, shqyrtojmë, diskutojmë derisa të gjejmë atë më të mirën e mundshme. Dhe po të përsëris që 2 kritereve që ne i qëndrojmë në çdo pikë që u diskutua sot ka të bëjë me propozimin e komisionit tonë që të përfshihen ata persona që nuk kanë bërë aplikim apo që kanë vendbanimin diku tjetër. Në lidhje me banesat pastaj të dyta, zoti Myshketa. Zoti Myshketa, faleminderit Musaraj. Zoti Myshketa. Faleminderit edhe një herë për fjalën. Në lidhje me pikën 6, për pikën siç është,
duke shqyrtuar gjithë materialin, thuhet që në pikën 6 është bërë me bashkëfinancim dhe me donacion. Donacionin mos gaboj zonja Musaraj, se kam dhe një pyetje për ju nga ana juridike, nga ana jurisprudencës. Pra aty është Emiratet Arabe në mos gaboj që kanë financuar objektin. Kriteret e përzgjedhjes së banorëve janë sipas certifikatës aktuale të gjendjes civile, të përbërjes familjare, dhe ka shprehur vullnetin investitori që ka bërë pallatin në fillim, për cilën e përgëzoj, që të japë të investoj ke 3500 metra katror shtesë në atë objekt për t'i kompensuar pjesën takuse që kanë pasur që në fillim. Pra, me përzgjedhjen që bën bashkia sipas gjendjes familjare, dhe nëse ka qenë një person i vetëm, ka marrë një shtëpi që ka qenë 3+1 dhe ka pas mundësit, pra i takonte me BKM-n 65 metra katror ose 80 metra katror çrëndësi ka, investitori që shpreh vullnetin për të qenë bashkëfinancues i ka akorduar dhe pjesën tjetër, deri këtu jemi shumë okay. Duhet ndalem pak tek akti normativ numër 9 neni 21, dhe kjo është për ju që do unë sqarohem në aspektin juridik, por dhe qytetarët që na ndjekin. Pra thuhet qartë në neni 21 me financim, pra rindërtimi i objekteve të shembura nga fatkeqësia natyrore në të njëjtin truall, dhe flasin në po të njëjtin truall, me financim nga fondi i rindërtimit apo investitor apo me investime nga donator, ndërtohen ose rikonstruktohen ndërtesat e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore në truallin ekzistues sipas parashikimit të këtij aktit. Përfituesit e njësive të banimit në objektet e reja janë pronarët e njësive të banimit të objekteve të shembura në trojet e të cilëve ndërtohen objektet e reja. Struktura e njësisë së banimit që i kalon përfituesve nuk duhet të jetë më e madhe se struktura e njësisë së banimit që përfitojnë. Pra të gjithë ata që kanë pasur një pronë të tyre të përfituar në bazë të një kontrate dhe certifikata pronësisë reklamon, në këtë akt thuhet që nuk marrin më tepër se ç'kan pasur, pra përfitojnë të gjithë ata që kanë pasur një banesë për ndërtesa që rindërtohen në të njëjtin truall. Jam i saktë, pra është kelur VKM-ja. Nën kryetari. Okej. Atëherë thjesht për një sqarim, ju referoni aktin normativ neni 21 për subjektet përfituese pas rindërtimit në të njëjtin truall. Nëse shikoni në nenin 5 të VKM-s që flet kush janë subjektet përfituese, në pikën 3 të tij citohet nuk është subjekt përfitues individi ose familja që kanë pronësi ose posedim të ligjshëm më shumë se një banesë në njësinë e vetëqeverisë vendore ku është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore, pavarësisht nëse banesa që është dëmtuar nga fatkeqësia ka qenë banim i zakonshëm. Dhe vazhdon. Në bazë, ky është kategorizimi i subjekteve përfituese. Dhe në nenin 21 flet për subjektet përfituese të njëjtit truall. Pra ju thoni që në nenin 5, më fal që ndërhyj thjesht për sqarim publik. Pra dhe për të njëjtin objekt që ndërtohet në të njëjtin truall dhe aty përcakton kush janë subjektet përfituese dhe më poshtë nën detajohen subjekt përfituese pas rindërtimit në të njëjtin truall ose në zonat e reja për zhvillim. Pra interpretimi nuk ju thoni që neni 21 vjen si rrjedhoj si pasojë e subjekt përfitues në nenin 5 dhe më pas. Atëherë unë interpretova ndryshe, prandaj kërkova dhe opinionin juridik, sepse mua më duket që flet për një rast veçmas VKM-s, sepse është një akt normativ i cili këtu shprehet qartë për objektet që janë ndërtuar në të njëjtin truall, jo diku tjetër. Se mund bie dakord dhe parimisht, po dhe me VKM-n që nëse ndërtohet diku tjetër, okay, por ata që janë pronar dhe pas shëmbjes së objektit janë pronar po të truallit. Pra ju jeni bazuar tek neni 5 i cili përsakton subjektet përfituese. Okej. Zoja Musaraj kishte po këtë shpjegim apo e zauroi në kryetari? Ndoshta jo. Ju lutem. Në vitin 2021 banorët e këtij pallatit dhe ato që janë skualifikuar sot kanë nënshkruar një marrëveshje dhe me subjektin ndërtues në fillim dhe kanë qenë kualifikuar me vendim Këshillit Bashkiak të 2021 mos gaboj. Sot ata nuk marrin banesat e tyre duke humbur pronën, duke krijuar një pasiguri juridike dhe ekonomike. Apo e kam gabim? Kalojmë votim. Faleminderit zoti Mushketa. Po, sorry. Po zoti. Na vjen mirë që
edhe pasi mbarojnë mbledhjet e Këshillit Bashkiak, ju reflektoni mbi kundërshtitë tona dhe me një mbledhje vonesë na sillni ndryshimin këtu. Kjo është për të përgëzuar, pavarësisht vonesave, është për të përgëzuar. Siç na vjen keq për çdo qytetar që me gjak ka pronë të dytë, e kanë përfituar me siç e shprehu zoti Muka, me blerje apo me trashëgimi, por është pronë dhe ju vini edhe fshiheni këtu pas VKM-ve që keni miratu vetë. Vetë e dini se për çfarë kam fjalën. Kështu që na vjen keq për çdo qytetar që ju e trajtoni në këtë mënyrë dhe keni kurajën dhe flisni në emër të qytetarëve dhe për interesin qytetar këtu. Sa i përket ndryshimeve, jam i prirur për të deklaruar votën pro, sepse është vërtet në interes të atyre qytetarëve të atij pallatit atje. Faleminderit. Atëherë kalojmë votim. Kush është pro kalimit pikës 6 me ndryshime? Okej, dakord, miratohet, miratohet 37 me ndryshime pika 6 e rendit ditës. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 7 Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë, kryetare, në lidhje me pikën 7, ne si komision jemi shprehur dakord, në fakt me shumicë votash, vetëm kisha një propozim që të shtohet si pikë shfuqizimi i vendimit të Këshillit Bashkiak numër 102, datë 28/10/2024, për procedurat dhe formulat e shpërndarjes së subvencionimit për operatorët e shërbimit të transportit publik qytetas në Bashkinë Durrës. Ky është sugjerimi vetëm që kisha. Faleminderit. Jepet fjala Komisionit Strehimit dhe Shërbimeve Publike, zonjës Marsita Fishti. Edhe Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike është dakord me pikën 7 të kaloj për votim në Këshill. Gjithashtu propozojmë edhe ndryshimin që kërkoi Komisioni Rregullores dhe Çështjeve Juridike. Faleminderit. Faleminderit zonja Fishti. E merr fjalën Komisioni Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, zoti Hekuran Markola. Faleminderit. Komisioni i Transportit dhe Trafikut Rrugor e kalon për votim në Këshillin Bashkiak, duke propozuar ndryshimet që tha Komisioni Juridik. Faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje kemi? Po zoti Muka. Me thënë të drejtën, ne në komision kërkoshim që të kishim edhe përfaqësuesin e bashkisë për disa pyetje të cilat nuk arritëm që t'i bënim, nuk e di është sot apo jo, gjithsesi unë pyetjet po i parashtroj dhe do preferoj të kishim përgjigje. Natyrisht që transporti publik është një hallk shumë e rëndësishme për një qytet, sidomos për një qytet turistik siç është qyteti i Durrësit, ku në problematikat kryesore që ndeshim, po të shohim në intervistat dhe në opinionet që japin turistët, është qytet që ka pak shërbim për sa i takon pjesës së shërbimit publik. Natyrisht ato domosdoshmërisht duhet lëvizin me taksi. Besoj që do i shërbente më mirë edhe turizmit, që është një nga kolonat mbajtëse, po flasim të hyrjeve të ardhurave të Bashkisë Durrësit. Pra është një komponent goxha i rëndësishëm pjesa e shërbimit të transportit publik. Në argumentimin që na keni dhënë në relacion, unë kam dy tabela, me thënë drejtën, të cilat janë pothuajse një lloj njëra me tjetrën, dhe nuk arrit të bëj diferencën. Pra, flasim për të njëjtën periudhë, për të njëjtat zëra, dhe ka diferenca. Tabela parë me tabelën e dytë. Do doja dija kush është diferenca e parës me të dytën. Mundem që të eci pas hapës hape? Okay. Atëherë, në lidhje me dy tabelat, ato i referohen numrit të biletave të shitura nga dy operatorët që operojnë. Pra, për qytetarët durrësak gjithë e dinë që shërbimi brenda për brenda qytetit paguat një tiket, një bilet për 40 lek, 400 lek vjetra. Të njëjtën tarif paguajnë qytetarët e kryeqytetit në të gjitha linjat e shërbimit brenda qytetit të Tiranës. Tani pyetja ime është rritja që propozohet, apo subvencioni që propozohet.
Meqense Tirana nuk jep asnjë lloj subvencioni. Subvencioni është vetëm për studentët dhe për pensionistët. Pjesa tjetër nuk ka subvencion. Tirana i ka autobuzat, flotat e autobuzave shumë herë më të ri se që kemi operatorët që japin shërbimin në Durrës. Tirana natyrisht mund të ketë lëvizje të tjera ndofta pasagjerësh dhe kjo mund të bëjë diferencën me Durrësin, por gjithsesi këto duhet ishin marrë, sepse për mendimin tim nuk është justifikuese problematikat që operatorët kanë shtruar, pra rënja e numrit të pasagjerëve nga pandemia. Pandemia ka kaluar 2019-2020. Struktura udhëtarëve që vihet të re, numri fëmijëve 0 deri në 6 vjeç. Është rrit kaq shumë në Durrës me problematikat që kemi ne me popullsinë, është rrit kaq shumë numri i pasagjerëve deri 0 deri në 6 vjeç, sapo jep problematika transportit publik. Nuk më duket edhe ky argument shumë i bazuar. Luhatja e çmimit naftës, po jam 100% dakord, sepse nga momenti që ato ndofta kanë lidh kontratën deri në momentin që flasim sot që kërkohet subvencioni, nafta është rritur, sikurse edhe problematikat që kanë me pagesat e operatorëve, si të fatorinave ashtu dhe të shoferave, dhe kjo dihet që janë rritur. Po për këtë neve kemi pas në fuqi një vendim të numër 102 datë 28/10/2024 që kishte lidhje me mënyrën se si do bëhet rivlerësimi për subvencionin. Pra, kompanit kanë detyrim të binë disa informacione dhe në bazë kësaj do ishe sektori transportit pranë Bashkisë Durrës, i cili do përcaktonte se sa do ishe pjesa subvencioneve. Propozimi që na vjen thjesht do të arrisim 10 lek për bilet, pra 100 lek vjetra për bilet, është 25% e vlerës së biletës. Dhe për të argumentuar pse është ky 25%, nuk mjaftojnë ato 4 argumentet, po u donte, besoj, një analizë pak më e thelluar mbi këtë. Dhe për mendimin tim, neve e kemi procedurën dhe formulën me numrin 102, me rendin 102 të 2024, tetori 2024. Pra them, nuk kemi pse ta bëjmë, nuk ka ardhur argumentuar 100% pse duhet ky 100 lekëshi. Kush do ta argumentojë që sa bileta janë shit pastaj? Kush do ta kontrollojë se sa bileta janë shit? Ndërkohë, sepse vitin tjetër, 2026, mund të thonë që kemi 4 milion pasagjerë që kanë lëviz, për 4 milion pretendojmë 10 lekëshin dhe kështu me radhë. Po zotin në kryetar, ta sqaroj? Nuk ka, mund ta sqaroj nuk. Jo, okay, domethënë për mendimin tim, rritja nuk e ka argumentimin e duhur, ndërkohë që ne kemi strukturën se si e ka aprovuar Këshilli Bashkiak se si duhet bërë kjo rritje. Po zotin në kryetar? Fjala për ju. Atëherë, për sa i përket pyetjes tuaj, në lidhje me vendimin paraardhës dhe vendimin dhe projekt vendimin e sotëm është zgjedhur mënyra e subvencionit, është bërë një analizë sepse ne kemi një vlerë buxhetore të miratuar vjetore për subvencionin e transportit. Sipas llogarive tona dhe të numrit biletave aktuale, jemi në të njëjtat linja me fondin ton buxhetor për vitin 2025. Aktualisht është mënyra më e duhur, mendojmë ne si institucion, për të incentivuar subjektet të cilat operojnë linjën e transportit, dhe nga ana tjetër është mënyra më e lehtë e verifikueshme numri biletave nëpërmjet drejtërisë rajonale tatimore, duke bërë kryqëzimin dhe kërkuar informacionin e saktë dhe zyrtar për numrin e biletave të shitura çdo muaj. Shumë faleminderit zoti kryetar. Pak shpejt. Nuk jam dakord me logjikën që përdorni. Ndofta mund të isha që turiste edhe 20 lekë, por për të arritur aty do kërkonim që operatorët kundrejt një kontrate, meqense ju thoni që bashkia e paska këtë fondin dhe kemi një fond të aprovuar, që jo domosdoshmërisht mund t'jepet, se në momentin që operatorët nuk kanë nevojë dhe nuk jepet, dhe ato mund të përdoren fondet për diçka tjetër. Por operatorët duhet shtrënguar si në rinovimin e flotës, në respektimin e orareve, në trajtimin e gjithë pasagjerëve që janë si njerëz, pra aty kur duhet nes kondicioneri, funksionojnë kondicionerët, aty kur duhet e ngrohtit, funksionojnë pjesët ngrohtit, për linjat
për stacionet e linjave, duhet pas stacionet e linjave, kemi ankesa që na vinë njerëzit nga universiteti, vjen linja, nuk na lë universiteti sepse nuk marr student. Tash këto besoj që i referohen edhe pranë bashkisë, pra ka një sër problematikash që operatorët i kanë të trashëguara, natyrisht tash edhe ato mund të jenë me problematikat që kanë ngrejt naftën, shoferat, nuk qëndrojnë pjesa tjetër. Unë besoj që bashkia nuk do arrit ta monitoroj siç duhet këtë operacion, prandaj do preferoja dhe do thoja të ngeli në fuqi ndofta akoma dhe një vit formula që juve keni zbatuar deri tani, sepse është një formulë që cilët ju mund të aplikoni në kilometrat ato siç është formula. Dhe vitin tjetër, nëse do shohim që do ketë rritje, pra rinovim të flotës, përmirësim të kushteve të transportit ndaj pasagjerëve, gjitha mund vjetu me këtë propozim. Faleminderit. Faleminderit zoti Luka. Kalojmë votim. Kush është pro për pikën 7 rendititës me ndryshime sipas propozimeve nga Komisioni Përkatëse? Pro? Kundër? Abstenir? Me 26 vota pro, miratohet me ndryshime projekt vendimi pikës 7 rendititës. Jepet fjala për projekt vendimin e pikës 8 Komisionit Rregullor Çështjet Juridike zonjës Jonada Musaraj. Kryetare, edhe në lidhje me pikën 8, komisioni ynë e propozon që të kalojë sot në Këshill, ne votuam me shumicë votash. Faleminderit dhe nuk kemi asnjë sugjerim. Faleminderit, zonja Musaraj. E merr fjalën Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës, zonja Jonada Mamo. Përshëndetje, edhe komisioni miraton me shumicë votash edhe i kërkon Këshillit ta miratojmë. Faleminderit. Faleminderit, zonja Mamo. Komisioni Politika të Zhvillimit të Turizmit, zonja Alketa Ngjeçi. Përshëndetje. Komisioni i Turizmit ka shqyrtuar pikat e rendit të ditës dhe ran dakord për miratimin e tyre në mbledhje. Faleminderit, zonja Ngjeçi. Komente, pyetje ka për pikën 8? Po, zoti Muka. Në fakt në komision ishe përfaqësuesi i bashkisë, të cilët i ngretëm disa pyetje, na u dhanë disa shpjegime, por që nuk ishin gjithsesi shtëruese. Me ndryshimet që kanë ndodhur, përsa i takon rregullores për marrjen e drejtës të parcelave të plazhit, trajtimit parcelave të plazhit, Komiteti i Menaxhimit të sezonit turistik, po lexoj materialin që na keni sjell, pika 5, neni 5.4, vendimet e Këshillit të Ministrave 649, 16/2024, miratime rregullore për kushtet e kriteret e ushtrimit dhe veprimtarisë stacionit plazhit, të ndryshuar ka miratuar hartën e stacionit plazhit për plazhe publike, të cilën pajisur me numër të veçantë identifikues. Me rregulloren e re për gjithë këshilltarët, po edhe për qytetarët, parcelat e trajtimit plazhit mund të merren vetëm nga hotelet. Pra, njësitë e shërbimit, restorante, bar, pabe që mund të jenë në vijën e parë të plazhit, nuk kanë të drejtë, natyrisht ato aplikojnë, por në rregullore të drejtën iniciale e kanë hotelet. Pjesa tjetër, kundrejt rregullores së re të këtij ligji që sapo përmenda, në vijë lineare, në 1000 metra, 70% i përket publikut dhe 30% i përket privatit. Pyetjet që neve i drejtuam specialistit bashkisë kishin lidhje me atë që kemi një studim fizibiliteti që sa është, se po flasim sot 10, 11, 12 qershori, ndërkohë që sezoni turistik për atë çfarë është dhënia e licenca ka filluar me 15 maj. Sa është sipërfaqja dhe kërkesa dhe automatikisht sipërfaqja e dhënë e aprovuar për hotelet nga ana e Bashkisë Durrësit. Kemi një studim fizibiliteti, pra kemi një rënje të sipërfaqes në krahasim me atë çfarë ka qenë viti 2024 apo dhe viti 2023. Pse?
Qofse neve kemi rënje, automatikisht kemi rënje të ardhura për Bashkinë e Durrësit, kemi më pak fonde për të investuar në qytet. Duke pas parasysh që pjesa e rërës është një e mirë që Zoti na e ka falë, pse mos ta shfrytëzojmë. Natyrisht e thon këtë, ndofta do jetë më shumë 30% i pjesës publike. Por deri më sot, me gjitha ato problematikat që kemi pas, nuk kam qenë që pjesa e 30% nuk ka qenë e mjaftueshme për plazhe publike. Problemi ka qenë që 30% nuk ka qenë i shpërndar në mënyrë uniform për gjatë Bregdetit. Gjë cilën, edhe në këtë rast, neve nuk e kemi zgjidhur. Fakti që japim të drejtën akoma hoteleve, ato aty ku janë, aty do të ushtrojnë aktivitetin, ndërkohë që kemi në zonifikim plazhi i menaxhuar. Plazhi i menaxhuar presupozon, dhe këtë ja kërkuam edhe specialistit, pra do jenë sipërfaqe të cilët do të marrin hotelet. Do jetë sipërfaqe të cilët do menaxhohen nga ana e hoteleve dhe pjesa tjetër është plazhi publik. Në konceptin ton, dhe këtë e pyetëm dhe specialistin, tha që besoj që rënjat mund të jetë deri në 50-50, pra kemi 50% sipërfaqe të shfrytzueshme nga ana e privatit dhe 50% ngeli për publikun. Por kjo ishte e thënë e pa justifikuar dhe pa e bazuar në një studim paraprak, të paktën e thënë nga ana e specialistit. Do kërkonim një informacion, sepse qofse ne do aprovojmë kështu siç është, automatikisht do kemi një rënje të ardhurash. E para, e dyta, rritja e sipërfaqes së lirë do bëjë të mundur rritjen e mundësisë abuzimit. Sepse duke mos e pas në administrim lokalet, automatikisht ato këtë shërbime kanë dhënë gjatë gjithë këtyre viteve, pjesa publiku do okupohet atë që do të zërë atë që do të zërë, pjesa tjetër do zihet gjithsesi nga këta fjalës. Besoj që do okupohet nga këta që kanë lokalet, pa kryer pagesat pranë bashkisë. Prandaj, pyetja ime është mos na kthehet në kontrapedal ky veprim që neve po kryejmë për aprovimi që po i bëjmë thjesht hotelerisë. Dhe duke mos ia dhënë të drejtën, dhe një pyetje tjetër është, hotelet të cilat janë në qendër të Durrësit, kanë të drejtë aplikojnë për zonë plazhi? Faleminderit zoti Muka. S'ka problem me dhoma. Faleminderit. Në lidhje me pyetjet tuaja, unë do ja kaloj fjalën kolegut tim zëvendësekretarit Ernis Mullaj, i cili është dhe pjesë e grupit punës për këtë pikë. Përshëndetje. Në lidhje me pyetjen e parë, besoj se në komision ishe një sqarim nga ana jonë, por gjithsesi dhe për kolegët këshilltar po bëjmë një sqarim tjetër. Për sa i përket një studim fizibiliteti ju bëjmë dije nuk ka, ne si njësive të qeverisjes vendore propozojmë hartën sipas kritereve që ka përcaktuar VKM-ja, në të cilën siç e tha dhe ju në 1000 metra vi lineare plazh 700 janë plazh privat dhe 300 duhet të jenë plazh publik. Sa i përket pyetjes lidhje me të ardhurat, nuk kemi një informacion të saktë pasi nuk është bashkia që bën shqyrtimin e aplikimeve, që do të thotë sa subjekte janë miratuar, me sa sipërfaqe, me sa numër dhomash dhe sa është të ardhurat që në fund vitit do t'i shkojnë bashkisë. Besoj me mbylljen e sezonit turistik ne bëjmë një bilanc sa i përket numrit sa i përket të ardhurave nga tarifa e plazheve, por konkretisht nuk kemi një të dhënë sakt për shkak sepse nuk është bashkia ajo që e përcakton që kush do jenë subjektet përfituese në këto parcela plazhi. Ne si njësive të qeverisjes vendore kemi detyrim ligjor vetëm të propozojmë sipas kritereve të përcaktuara në VKM dhe pastaj janë organet e tjera që janë grupi teknik i shqyrtimeve të aplikimeve pranë Agjencisë Kombëtare të Bregdetit që do bëjmë miratimet. Në lidhje me pyetjen e parë besoj se kemi një sqarim nga ana jonë. Për sa i përket pyetjes dytë lidhje me kriterin e largësisë, për sa i përket hoteleve të cilët janë qytetin, operojnë qytetin e Durrësit, por a mund të marrin një stacion plazhi.
Nisur nga ajo që VKM-ja përcakton, nuk ka një kriter largësie fiks, nuk shprehet, nëse sa duhet jetë largësia minimale që një hotel të marrë që një strukturë akomoduese të marrë një parcel plazhi, dhe ajo pastaj është në varësi po të grupit teknik të shqyrtimit të aplikimeve, nëse ata e shohin të përshtatshme që kjo strukturë akomoduese i plotëson këto kriteret, mendoj mund t'ja japin, ndoshta dhe mund ta skualifikojnë, por prap nuk është bashkia ajo që e shqyrton apo e miraton një strukturë akomoduese për sa i përket të marrë një leje për ushtrime e veprimtarisë stacion plazhi. Nga ndjenin ton, nga informacionet tona, nuk kemi pasur, paktën deri sot nuk kemi pasur që hotele që janë në qendër Durrësit, paktën kanë një largësi prej 3-4 kilometra kanë marrë një stacion plazhi, por siç e thamë edhe më sipër, duke qenë se VKM-ja nuk përcakton një kriter largësie, nuk është element kyç që mund të bëjë pengesë që një hotel i qytetit Durrësit marrë një stacion plazhi. Faleminderit. Faleminderit zotin nën kryetar. Kalojmë votim. Ju lutem. Kënaqësi. Më falni që u drejtova me specialist, nuk e dishit që ishit një nga nënkryetarët. Gjithsesi problematika qëndron që me atë çfarë ju na jepni si informacion, pra zgjedhja që po bëhet natyrisht kundrejt një VKM-e që ka dalë, është që nuk kemi një studim fizibiliteti, meqense ky është viti i parë që aplikohet kështu. Nuk kemi ne si bashki akoma një database që sa hotele do aplikojmë, dhe automatikisht neve gjithë si këshilltar këtu duhet na bëj merak që sa do jetë të ardhurat që do na hynë në bashki për këtë verë, pra për vitin 2025. Dhe kur të mlidhemi këtu që të bëjmë raportin, ku duhet ta drejtojmë gishtin për ndofta gabimin që jemi duke bërë. Kjo është e rëndësishme. Unë e di se ku është gabimi që ndon në VKM, sepse VKM nuk mund ta bëjë Tirana për interesat vogle ndofta që ato mund të kenë, ndërkohë që interesat e qytetit i caktojmë ne, i cakton edhe ky këshill, i cakton bashkia dhe tek e fundit i caktojnë qytetarët. Faleminderit. Faleminderit, kalojmë votim. Ju lutem. Jo, po nuk e ke thërritur, kështu që se di. Patjetër. Po zoti Burgia. Kërkojet lutem. Ja. Shiko, duhet kemi parasyshme që janë dhe specialistë fushës që janë marrë me këtë punë nga bashkia, pavarësisht që miratimin e bëjnë institucionet tjera, bashkia i çon parcelat apo jo. Duhet pas parasysh që jo vetëm turistët që flenë për hotele bëjnë plazh. Janë dhe pjesë tjetër e popullsisë që bëjnë plazh ditor, dhe këtu unë flas si qytetar, flas edhe si aplikant për stacion plazhi. Tani duhet pas parasysh kur bëni materialin, po pra se jam në konflikt interesi, po nuk votoj unë kjo pjesa, por gjërat që i ndjem kurriz duhet me i thënë. Tani duhet pas parasysh që duhen përjashtu zonat caktume që janë zonat pa banume, por që shërben si stacione plazhi përjashtohen nga rregulli nga VKM-ja. Tani unë po nuk e thash këtë sot këtu, do më thoni pse se thatë. Apo jo Land? Ju falenderoj. Jam i çik me vonesë Lando, po tashi ta kalojmë votim. Ecën koha. Atëherë kalojmë votim. Kush është pro pikës 8 rendititës? Iko, ka iko. Kundër? Kundër? Abstenim? Hajde, me 35 vota miratohet pika 8 e rendititës.
Jepet fjala për projekt vendimi pikës 9 Komisionit Mandateve zonjës Ana Dhamo. Faleminderit zonja kryetare. Komisioni i Mandateve pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga Sekretariati i Këshillit, me vota unanime vendosi ta kaloj për votim në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak. Faleminderit. Faleminderit. Komente? Në fakt, okay, doja. Po, zoti Xhelila. Në fakt, komentin do e bëj për të dy pikat. Dëshiroj të paktën në emër të grupit tonë, ti përshëndes edhe zotin Ani Dyrmishi, edhe zonjën Manjola Luku, për kontributin që kanë dhënë gjatë gjithë kësaj periudhe në Këshillin Bashkiak dhe kam shpresë që frymën pozitive që kam vizituar në Këshillin Bashkiak me ato oscilacionet e veta, kundrejt pozicione politike që mbajmë, ta pasqyrojnë më së miri edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Është kënaqësi për ne që nga ky këshill dy përfaqësues shkojnë në Kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit zoti Xhelila, ju urojmë shumë suksese zotit Ani Dyrmishi. Atëherë edhe zonjës Luku, po tek pika e 9 patjetër. Atëherë kalojmë votim, kush është pro? Okej, kundër, abstenim. Me 35 vota pro, miratohet. Jepet fjala për projekt vendimi pikës 10, Komisionit Mandateve zonjës Ana Dhamo. Edhe për pikën 10, Komisioni i Mandateve me unanimitet votash propozon ta kalojmë për votim në mbledhjen e sotme. Faleminderit. Faleminderit zonja Dhamo, ju urojmë shumë suksese. Edhe zonjës Manjola Luku. Atëherë kalojmë votim, kush është pro? Kundër, abstenim, jo. Me 35 vota pro, miratohet dhe pika e 10 e rendi ditës. Jepet fjala për përvendimin e pikës 11 Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike zonjës Jonada Musaraj. Bashk të dy jemi, bashk. Atëherë dhe për pikën 11 komisioni ynë me shumicë votash e miraton dhe propozon sot Këshillit për votim. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. E merr fjalën Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komunitete Fetare dhe Titujve të Nderit, zonja Nuria Gjone. Përshëndetje, edhe komisioni ynë ra dakord për ta kaluar në votim. Faleminderit zonja Gjone. Komente, pyetje kemi? Kalojmë votim, kush është pro pikës 11 rendi ditës? Kundër, abstenim. Me 34 vota pro, miratohet, pika 11 e rendi ditës, jepet fjala për përvendimin e pikës 12, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonada Musaraj. E fundit për sot kryetare, ta mbyllim me sukses. Atëherë edhe pikën 12, komisioni ynë propozon sot që të miratohet në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. E merr fjalën Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës, zonja Jonada Mama. Edhe komisioni jon propozon ta kaloj për votim. Shumë faleminderit zonja Mama. Kemi komente? Nuk. Atëherë zoti Burgia, po? Ne jemi shpreh edhe mbledhjen tjetër kundër kësaj për thjesht në shërbim të mjedisit e kemi atë sikletin ton. Pasi do shpyllëzohet një sipërfaqe goxha e madhe atje me pisha që janë 10 vjeçare, pavarësisht faktit që subjekti merr përsipër të pyllëzojë diku tjetër, por nuk është e njëjta gjë, domethënë zëvendësimi nuk është e njëjta gjë. Sa i përket ndryshimeve që keni sjell, unë s'kuptoj, ndoshta se jam lexuar mirë. Duhet të cilësohej sipërfaqja tek vendimi. Sipërfaqja, okej. Jemi kundër kësaj, domethënë dhe shprehim sërish. Atëherë hedhim votim. Kush është pro pikës 12? Kundër? Abstenim? Me 29 vota pro, miratohet dhe pika e 12 e rendi ditës. Nuk kemi kërkesa për diskutim. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe angazhimin tuaj. Kërkoj nga zonjat 10 minuta nga koha. E dim që u zgjatëm, por
Vetëm zonjat. Klea, si kryetare e aleancës, ka diçka